Vllaznia e femrave nuk ja doli të siguronte finalen e grupit në raundin e dytë të UEFA Women's Champions League. Vajzat kuqëblu poshën me rezultatin 2-1 nga Spartak Mijava në sfidën e zhvilluar në Çipro, ndeshje e luajtur në stadiumin e Pafosit. Kampionja slovake kaloi në avantazh në minutën e 42, ndërsa pjesa e parë do të mbyllej me avantazhin 1-0 në favor të Spartak Mijavës. Me fillimin e fraksionit të dytë, vllaznia sulmon fort për gjetur golin e barazimit, por ndëshkohet nga ana tjetër me një tjetër gol në minutën e 68. Futbollistët kuqëblu nuk dorëzohen dhe 6 minuta më pas realizojnë me anë të kapitenes Megidoçi, e cila shënoi me një goditje të fuqishme nga distanca, e devijuar nga portieria që e dërgoi topin në rrjet. Minutat në vijim përfshirë dhe ato shtesë, shoqëron me një këmbgulje të vllaznisë në kërkim të golit të barazimit për të çuar këtë sfidë në shtesë. 3 goditje dënimi rrallazi të kuqëbluve në zonën e Spartak Mijavës shoqëruan edhe me një goditje këndi në favor të vllaznisë, por këtë mundësi të fundit nuk e lejon arbitja portugeze, e cila vërshëllën përmbylljen e krejtë ndeshjes pa u ekzekutuar korneri. Me fitoren 2-1, kampionja e Slovakisë kualifikohet në finalet të grupit, ndërkohë që vllaznia do të luajë në 8 gusht ndaj Apollon Limassol në ndeshjen e fundit të këtij raundi.